Përshëndetje të nderuar nxënës, për sot për ju kam përgatitur mësinë mësimore, nxjerrja dhe përdorimi i formulave nga libri i klasës 7. Të fillojmë pa humbur kohë, në matematikë përdorim shkronja me të cilat emërohet e panjohura në natyrë. Kështu një shkronjë përdoret për të zëvendësuar madhësinë e dhënë, kurse shkronja tjetër përdoret për madhësinë e fituar. Shënimi me të cilën e shprehim lidhjen respektivisht rregullat mes këtyre dy madhësive quhen formulë. Në anën e majtë të shenjës barazi shënojmë madhësinë që njësojmë, kurse në anën e gjatë e shkruajmë rregullën për madhësinë që japim. Përshkruajmë rregullën mes dy madhësive. Hyrje, janë dhe numër 2, 3, 5, 8, plus 2 plus 2, këto vlera 2, 3, 5, 8 janë vlerat i quajmë vlera hyrëse. Nëse vlerat dalëse tash, për shembull 2 plus 2 bëjnë 4. Andaj 3 plus 2 bëjnë 5. Andaj 5 plus 2 bëjnë 7. Edhe e fundit 8 plus 2 bëjnë 10. Vlerat dalëse, vlerat të cilat i fituam i quajtëm vlerat dalëse. Pra mund të vërejmë se vlerat dalëse përfitohen ashtu që vlerave dalëse ushtohet 2. Dhe ne pra i shtohen 2. Ja me shembull mund të shohim më konkretisht se si punohen detyrat. Të shqyrtojmë makinën funksionale, pra kjo mekanizmi quhet makinë funksionale, kjo lloj mekanizmi. Hyrja 5, 5 herë 2, 10. Minus 1, 9, dalja 9. Nëse vlera hyrëse vërejmë se vlera hyrëse është 5, kurse vlera dalëse është 9. Rregulla me të cilën prej 5 e fitojmë 9 është shumëzo me 2, pastaj zbrit 1. Nëse me x shënojmë mbledhjen hyrëse, kurse me y shënojmë vlerën dalëse, atë rregullën mund ta shkruajmë me formulën 2x minus 1, y është vlerën dalëse. Kjo 9, y është. Nëse x është 2, atëherë 2 herë 2, 4 minus 1, 3, y do jetë 3. Nëse x është minus 3, 2 herë minus 3, minus 6, minus 1, minus 7, y minus 7. Te shembull ditë më konkretisht të shohim se këto numra të cilat mungojnë në makinën e dhënë funksionale. Elementet hyrëse janë 2, 3, 2, 5, 9 dhe 4 mungon, 2 herë 6, 12. 12 plus 7 bëjnë 19. Ja pra 19. Tash 5 herë 6, 30. 30 plus 7, 37. Tu pra është vlera 37. 5 herë 6 plus 7. 5 herë 6 plus 7, 37. Pra dalja është 30, që mungon në rastin tonë është 37 që është i gjeta. Edhe jashtë gjeta, dhe të shohim rastin e tretë, 9 herë 6, 54 plus 7, 61. Pra, si shohim, tani të rasti i fundit,
vlera dalse dihet shtatet e nënt nuk dihet vlera hyrëse. Nëse dalja është 79, pra e zgjedhim barazimin 6 herë sa të më dhënë herë x plus 7 bën 79. Ta përcaktojmë hyrjen. E zgjedhim barazimin 6x plus 7 barazimin 79, të dy anët e barazimit shtojmë ose zbresim 7. 6x plus 7 minus 7 bën 0, 79 minus 7, 72. 6x barazimi 72. I pjestojmë me 6 të dy anët e barazimit, 6 pjesën për 6, 1x, x, 72 pjesën për 6, 12. X i pra definitivisht në vlerën hyrëse do jetë 12. E shifrim. Prandaj këtu e keni të kompletuar makinën funksionale, vlerat hyrëse 2, 5, 9, 12, vlerat dalse 19, 37, 61 edhe 79. Të gjithë vlerat edhe ata që mungonin janë të shkruara këtu në rastin e fundit. Shpesh herë pasi të zëvendësojmë vlerat në ndryshorës, në formulën nevojë të zgjedhim barazimin gjatë të cilës fitohet. Të përkujtohemi në rregullat për zgjedhjen e barazimeve. Pra, shembullin 3, perimetri barazim 2a plus b ose l barazim 2a plus b, caktojmë vlerën e a-s nëse l-ja është 17, b-ja është 3. Pra l-ja është 17, b-ja është 3, të gjejmë a-n. I zëvendësojmë këto vlera 17 dhe 3 në ndryshoret, në vend të l-s shkruajmë 17, në vend të b-s shkruajmë 3, në vend të a-s shkruajmë a, se nuk është e dhënë vlera e a-s, në vend të l-s 17, në vend të a-s a, në vend të b-s 3. Prandaj barazimi u transformua në 17 barazim 2a plus 3. Të dy anët e barazimit zbresim me 3, 17 minus 3, 14, 2a plus 3 minus 3, 0, vetëm 2a e ngelën, i pjestojmë të dy anët me 2, 14 pjesën për 2, 7, 2a pjesën për 2 bëjnë a, a-ja është e barabartë me 7, ose 7 e barabartë me a, njës, a-ja është 7. Tash, për detyrat e pavarura keni në faqen 165, 166, 167, detyra 1 dhe 2 nga libri. Libri i matematikës për klasën e 7, aty keni në këto 3 faqe. Të shkruajmë dhe plotësojmë makinën e dhënë funksionale, vlerat hyrëse i keni, që ja unë vetë të parën do t'ua punoj. 2 plus 13, 15, talja është 15. Shumë thjesht, tjera t'i punoni vetë. Edhe në b, 12 pjesëti për 2, 6. Pra dalja është 6. Detyra në c, 2 herë 3, 6 plus 2, 8. Kjo qenjë e punuar. Tashmë në b u do punoj 4 herë 3, 12 plus 2, 14. Tjera t'i punoni vetë. Dhe detyra në që 1 herë 2, 2, minus 4, 2 minus 4, minus 2. Tjera t'i punoni vetë. Dhe detyra d dhe d, ja të parën 6 plus 5, 11 herë 2, 22, e para 22, tjera t'i punoni vetë. Dhe në detyra në dhe 3 minus 1, 2, herë 50, që në ka e punuar, dhe në b, 4 minus 1, minus 3 herë 5, 4 minus 1, 3 herë 5, 15, tjera i punoni vetë në mënyrë të pavarur, njëjtën mënyrë si që i punova unë. Besoj se janë të lehta edhe të kuptueshme, mund t'i punoni. Ju falenderit.